Ylli i Instagramit ndron jetë në aksidentin fatal. Pasioni i madh për shpejtësinë e lartë në ngarjen e motorit i ka kushtuar jetën një modele dhe blogereje ruse. E njohur mjaft në vendin e saj, ajo kishte mbledhur plot 160.000 ndjekës në rrjetet sociale, ku postonte shpesh foto dhe video që tregonin manovra të rrezikshme me mjetin e saj tip BMW S1000 RR. Në postime të ndryshme, Olga Pronina e ka përshkruar motorin si ai që jep ndriçim në sy dhe jep qetësinë duke bërë të harojë çdo problem. Një nga xhirot e saj ditën e djeshme ka rezultuar fatal për jetën. Policia ruse ka raportuar se Pronina, 40 vjeç, është përplasur me një nga ndarëset e korsive me motor duke u ndarë më dysh. Nuk dihet ende nëse në atë moment ajo po filmonte një video tjetër për ndjekësit në Instagram.